Landi Palaj, 26 vjeçari, pa të shkuar kriminale dhe pa profil publik, dyshohet si truri i rrjetit të sofistikuar të basteve të palishme në Tiranë, me lidhje të ngushta në qarqe politike dhe kriminale. Një përplasje fizike me sargjentëve të BKH-s dhe familjarëve të Agron Kaplanajt në Fier ka tensionuar situatën mbrëmjen e djeshme, pasi dyshohet për një dron të ngritur pranë zyrave të subjektit politik djathtas 1912. Përdorimin e rritje i cigareve elektrike nga të rinjt në Shqipëri mes mungesës së kontrollit ligjor dhe rreziqeve serioze shëndetësore kërkon ndërhyrje urgjente për të parandaluar një krizë të heshtur. Sipas një studimi të fundit, inteligjenca artificiale parashikon me saktësi të lartë rrezikun e kancerit të gjirit brenda 5 viteve, duke sjellë një revolucion në diagnostikimin e hershëm dhe në kurimin e personalizuar. Zonja dhe zotrinj, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në TV-u. Gjatë prezantimit të kandidatëve të Partisë Demokratike në Vlorë, kryetari i kësaj partie, Sali Berisha, ka paralajmëruar bandat kriminale se nëse implikohen në zgjedhjet e 11 majit, do të shpallen grupe terroriste. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka lëshuar një paralajmërim të fortë ndaj grupeve kriminale që mund të tentojnë të ndikojnë në zgjedhjet e 11 majit. Gjatë prezantimit të kandidatëve të PD-s për qarkun e Vlorës, Berisha deklaroi se çdo individ apo grup që implikohet në procesin zgjedhor do të konsiderohet pjesë e një organizate terroriste. Kreu i PD-s vjon me tone të ashpra, duke akuzuar mazhorancën për bashkëpunim me krimin e organizuar në proceset zgjedhore të viteve të fundit, ndërsa bëri thirrje për zgjedhje të ndershme dhe të barabarta. Landi Palaj dyshohet të jetë menaxheri i pikave të basteve të maskuara si lokale 333 dhe CR7, emri i tij lidhet ngushtë me qarqet politike dhe figura të botës së krimit në Tiranë dhe rrethinat e saj. Pas eludimeve të gazetare Solat Zama për prani të pikave të basteve të maskuara në lokalet 333 dhe CR7, burimet e sigurta për mediat konfirmojnë për një raport të detajuar që kanë bërritur në duart e organeve ligjzbatuese. Në këtë raport përmendet një emër që për publikun është thuajse inekzistent dhe që konsiderohet truri i rrjetit të basteve të jashtëligjshme në kryeqytet. Landi Palaj, 26 vjeç, pa precedent penal, pa kompani të regjistruar në QKB dhe pa asnjë përmendje në arkivin e kronikës, përshkruhet në rrethet kriminale si menaxheri fantazëm e 10 pikave të palishme bastesh. Emri i tij lidhet ngushtë me qarqet politike dhe figura të botës së krimit në Tiranë dhe rrethinat e saj. Sipas burimeve konfidenciale, javën e kaluar agjentët e BKH-s ndërmorën një aksion të befasishëm në disa prej pikave të dyshuara si të kamufluara dhe u verifikuan lokale CR7 dhe 333. Edhe pse logot janë hequr prej kohësh, gjurmët e aktivitetit të jashtëligjshëm nuk kanë munguar. Megjithatë, pavarësisht kësaj lëvizjeje, deri më tani nuk ka asnjë masë konkrete ndaj personit që dyshohet se është komandanti në hije vet Landi Palaj. Raporti përmend se ngjitja e tij në këtë botë të nëndeshme nisi gjatë fushatës elektorale të vitit 2021, kur Palaj ishte aktiv në zonën e Alidemit në shërbim të partisë së Tom Doshit. Ishte pikërisht ajo periudhë ku ai ndërtoi lidhje të forta me personazhe kyç të terrenit elektoral, lidhje që më pas u shndërruan në kapitale dhe mbështetje logjistike për ngritjen e një rrjeti të sofistikuar bastesh. Sot rrjeti i Palajt përfshin 25 deri në 30 lokale në Tiranë, të gjitha të pajisura me platforma online, VPN të centralizuara dhe forma alternative pagese dhe keshit deri te kriptovalutat. Nga jashtë, këto pika duken si gaming corner ose tobacco shop, por brenda tyre zhvillohet një ekonomi e tërë në të zezë me xhiro që llogariten në miliona. Për qytetarin e zakonshëm, emri Landi Palaj mund të mos gjojë asnjë jehon, por ata që njohin rrjetet e nëndeshme të basteve, ai është figura kyçe që ndërthur teknologjinë krimi dhe mbështetjen e segmenteve të errëta politike. Nga një grumbullues votash në vitin 2021, në një arkitekt e një manipulimi ilegal që vepron në radarin e shtetit, Palaj mbetet një mister që ende nuk ka dalë në dritë. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur ditën e djeshme në Fier, ku agent të Byros Kombëtare të Hetimit janë përfshirë në një konflikt me të afërmit e ish kryebashkiakut të Mallakastrës, Agron Kaplanaj. Në fillim ngjarja u raportua si një konflikt i zakonshëm për një vend parkimi, por më vonë u zbulua se ajo kishte lidhje të ndërlikuara për shkak të personave të përfshirë. Një incident i tensionuar është regjistruar mbrëmjen e djeshme në qytetin e Fierit pas një përplasjeje fizike mes agjentëve të Byros Kombëtare të Hetimit dhe vëllait e nipave të Agron Kaplanajt, ish kryebashkiakut Demokrat të Mallakastrës dhe themeluesit të partisë djathtas 1912 Tenkeli Dalibeajt.
Ngjyrë e ndodhi ditën e djeshme rreth orës 19 në lagjen një maj në një zonë të frekuentuar dhe me aktivitet të dendur lokal. Fillimisht gjithçka është raportuar si një konflikt i zakonshëm për një vend parkimi, por më vonë është zbuluar se situata ka qenë më e ndërlikuar. Përplasja mes palëve ka nisur kur një auto mjeti dyshim ka ndaluar në parkimin pranë zyrave të subjektit politik të Kaplanajt dhe ngriti një dron. Veprim ky që ngjalli dyshime tek personat brenda godinës. Sipas vet Kaplanajt, roja i objektit kërkoi shpjegime por u përball me fyrje nga një prej individët. Kur ka shkuar roja i objektit për të kërkuar shpjegime se pse po e ngren dronin nga parkimi i zyrave të tyre, një prej agjentëve i ka thënë se po kërkojnë të blejnë një pronë, ndërsa më pas i ka ofenduar me fjalë të rënda, pretendon Kaplanaj. Pas incidentit të parë, agjentët u larguan nga vendi i ngjarjes por u ndoqën nga disa të afërm të Kaplanajt. Në përpjekje për t'i ndalur, ka ndodhur një përplasje e dytë ku, sipas Kaplanajt, agjentët nxorën armën në formë kërcënimi duke u identifikuar si pjesëtar të BKH-s. Në atë moment kanë bëritur edhe forcat e policisë në përpjekje për të ulur gjakrat, ku kanë bërë dhe shoqërimin e dy nipërve të Kaplanajt dhe një zyrtarit të subjektit politik. Vetë Kaplanaj ndodhet në ambientet e policisë së Fierit për të bërë kallëzim penal në lidhje me rastin. Ambulanca në Mëzes Fush është në gjendje të mjeruar. Një video e dërguar nga një banor i zonës tregon qartë se mungojnë kushtet elementare për të kuruar një pacient. Një qytetar ka shkruar në redaksin ton lidhur me gjendjen e mjerueshme të ambulancës në Mëzes Fush. Në videon e dërguar nga qytetari, vjetret avani me lagështi dhe suva të rënd, mobilet e amortizuara, ndërsa dhomat duken të rrëmujshme dhe larg çdo standardi higjieno-sanitar. Banorët i bëjnë thirrje autoriteteve për ndërhyrje urgjente, pasi një qendër shëndetësore nuk mund të funksionojë në këto kushte. Mesazhi i qytetarit: ambulanca në Mëzes Fush ndodhet në një gjendje teje të keqe. Shkon për të kuruar, por rrezikon të shëmuresh edhe më keq. Ndonë se metri katror për një banes në Kodrën e Diellit në krye qytet i kalon 2.000 euro, prej kohësh banorët përballen me një sër problematika serioze. Një ndër to është grumbullimi i mbeturinave dhe inerteve në trotuare. Përshëndetje, jeta është qef. Tute lagja jon, jeta nuk është më qef. Edhe pse është një nga zonat më luksoze të kryeqytetit, ku çmimi për metër katror të banesave i kalon 2.000 eurot, Kodra e Diellit po përballet me një sër problematikash serioze që po ndikojnë drejt për drejt në cilësinë e jetës së banorëve. Përveç rrugëve të ngushta dhe mungesës së parkimeve, prej javësh rezidentët janë përballur edhe me një tjetër problem shqetësues, grumbullimin e mbeturinave dhe inerteve në trotuare. Sipas tyre, kompania koncesionare që ka kryer punimin në rrugën e zonës ka përfunduar projektin, por ka lënë pas materiale ndërtimi të shpërndara në hapësirat publike. Inertet kanë bllokuar trotuaret duke bërë të pamundur kalimin e këmbësorëve, sidomos të moshuarit dhe nënat me fëmijë. Banorët i kanë bërë thirrje kompanisë së ndërtimit, ashtu edhe shërbimeve të pastrimit për të pastruar sa më shpejt rrugët. Ata kërkojnë ndërhyrje urgjente nga autoritetet për të rikthyer normalitetin në këtë zonë, e cila për ironi të fatit është ndër më të shtrenjtat për të jetuar në kryeqytet. Hendeku në rritje me pagesave dhe pensioneve në Shqipëri ka përkeqësuar ndjeshëm gjendjen ekonomike të pensionistëve, duke thelluar varfërinë dhe pabarazinë sociale. Hendeku mes pagave dhe pensioneve në Shqipëri është thelluar ndjeshëm, duke bërë që inflacioni të rëndojë më shumë mbi pensionistët. Ndërsa paga mesatare mujore bruto u rrit me 10% në vitin 2024, krahasuar me vitin 2023, pensioni mesatar u rrit me vetëm 4%. Si pasojë, në tetor 2024, pensioni mesatar përbënte vetëm 24.6% të pagës mesatare, nga 32% që ishte 10 vite më parë. Përkeqësimi i këtij raporti ka ndikuar në thellimin e pabarazisë mes pensionistëve dhe të punësuarve. Rritja e pagës në sektorin publik dhe privat është shoqëruar me rritje të çmimeve në produktet bazë, duke bërë jetesën më të vështirë për të moshuarit. Instat thekson se një pensionist konsiderohet i varfër nëse pensioni i tij është më pak se gjysma e pagës mesatare, një situatë që po prek një numër gjithnjë më të madh të moshuarish për shkak të ritmeve më të ulta të rritjes së pensionit krahasuar me pagat. Një tjetër faktor që përkeqëson situatën është rritja e numrit të pensionistëve me pagë të pjeshme. Sipas të dhënave nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore, në gjysmën e parë të vitit 2023, 50% e përfituesve të pensionit të pleqërisë ishin me pagesë të pjeshme, nga 45% që ishin në vitin 2021. Studiuesit kanë zbuluar se inteligjenca artificiale do të parashikojë me saktësi rrezikun e lartë të kancerit të gjirit në 5 vitet e ardhshme, duke hapur rrugën për diagnostikimin më të hershëm dhe të personalizuar.
Studiuesit nga MIT kanë zhvilluar një sistem të avancuar të inteligjencës artificiale nga Mirai, i cili synon të parashikojë rrezikun e zhvillimit të kancerit të gjirit në 5 vite të ardhshme. Sistemi analizon imazhet e mamografisë, duke i koduar dhe i përmbledhur në të dhënat të tjera, ndërkohë që merr në konsideratë edhe faktorë tradicional të rrezikut, si mosha dhe historia familjare. Kështu krijohet një vlerësim individual dhe i personalizuar për secilën paciente. Krahasuar me modelet ekzistuese, Mirai ka treguar saktësi më të madhe dhe qëndrueshmëri në parashikim, pavarësisht nga grupi racor, densësia e gjirit apo mosha e pacientëve. Pas testimeve të suksesshme në SBA, Suedi dhe Taiwan, Mirai arriti të identifikojë pothuajse 2/3 e rasteve të mushme të kancerit të gjirit. Aktualisht, ekipi i MIT është në bashkëpunim me spitalet ndërkombëtare për ta futur këtë teknologji në përdorim të përditshëm, duke kontribuar në zbulimin më të hershëm të kancerit dhe reduktimin e ekzaminimeve të panevojshme. Përdorimi në rritje i cigareve elektronike nga të rinjt në Shqipëri po kthehet në një shqetësim serioz shëndetësor mes mungesës së kontrollit ligjor dhe aksesit të lehtë në treg. Ekspertët kërkojnë masa urgjente për të ndaluar përhapjen e këtij fenomeni dhe për të mbrojtur shëndetin e adoleshentëve. Përdorimi i cigareve elektronike, të njohura si vape, është bërë gjithnjë e më i përhapur mes të rinjve në Shqipëri. Me aroma të ëmbla, dizajn tërheqës dhe imazhin e një alternative më të sigurt ndaj duhanit tradicional, ata janë bërë pjesë e përditshmërisë nga shkollat e deri në rrjetet sociale. Megjithëse shpesh prezantohen si një alternativë më e sigurt ndaj cigareve tradicionale, përdorimi i cigareve elektronike paraqet rreziqe të konsiderueshme për shëndetin. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka paralajmëruar se cigaret elektronike përmbajnë nikotinë dhe gjenerojnë substanca toksike, ndaj të cilave dihet që shkaktojnë kancer ose rrisin rrezikun e çrregullimeve të zemrës dhe mushkrive. Përdorimi i tyre në moshën e re mund të ndikojë në zhvillimin e trurit dhe të çojë në paaftësinë të mësuar. Një raport i OBSH-s për Europën tregon se përdorimi i cigareve elektronike tek fëmijët dhe adoleshentët është në rritje. Në disa vende, shkalla e përdorimit midis të rinjve 16 deri në 19 vjeç u dyfishua midis vitit 2017 dhe vitit 2022 dhe u trefishua midis të rinjve në Britaninë e Madhe gjatë 3 viteve të fundit. Në Shqipëri, adoleshentët shpesh i blejnë këto produkte pas një kontroll apo rregull ligjor të qartë. Një gjimnazist në Tiranë ka pohuar se mund të blejë vape pa kartën e identitetit, duke treguar se shitësit nuk janë të interesuar për moshën e tij para se t'i japin në dorë cigaret. Pse shumë prindër u japin fëmijëve të tyre shuma të konsiderueshme parash pa mbikëqyrje dhe pse shitësit nuk kërkojnë dokument identifikimi për të verifikuar moshën e tyre përpara se t'u shesin vape. Dhe mbi të gjitha, përse ky shtet nuk ndërhyn me masa konkrete për të ndaluar këtë fenomen, duke vendosur kontrolle të rrepta dhe ndëshkime për shkelësit e ligjit. Përballë këtij realiteti, lind nevoja për ndërgjegjësim të gjerë dhe rishikim të ligjeve që rregullojnë shitjen dhe përdorimin e vapeve. Përpara se ky trend të kthehet në një krizë të heshtur shëndetësore, është e nevojshme të merren masa konkrete për të parandaluar përdorimin nga të rinjt dhe për të siguruar një kontroll më të rreptë të tregut. Zonja dhe Zotrin, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Bashkë në takofshim.